Zoti drejtues I seancës, sekretari I Parlamentit ju sot duhet kishin mbajtur një qendrim për faktin që një deputet I opozitës ndodhet në spital I dhunuar nga narko policia e shtetit, e cila sot në fakt, në qoftë se ka një përfaqësues të DE, një sklav të krimit, në këtë seancë, ai është Ervin Hoxha, të cilit I kujtoj të bëj mirë ta mbaj kokën ullur, siç ka bërë deri më sot. Sepse në qoftë se ka një ministër që e ktheu në manual pune rrëmbimin e qytetarëve, të biznesmenëve, por dhe të drejtuesve të politikës, ai është Qiraku I Ergysa Gasit, quhet Ervin Hoxha, I cili nuk duhet ketë më guximi të flas këtu në emër të policisë së shtetit. Një ordiner. Ndaj, me që na foli dhe për rrugtimin e tij në politik, po është e vërtet që u zgjodhet deputet, duke marrë votat në burgjet e sigurisë lartë. Por ju besoj e dini më mirë se kushdo tjetër fundin tuaj. Dhe ai fund është I afërt. Nuk po ngjiteni në karrierë, po shkoni drejt një rruge që e keni zgjedhur vetë. Dhe t'jeni I bindur që do të arrini në fund të asaj rruge. Sa I përket provokimeve të ulta dhe keq përdorimit që I bëni zonjave, jepini fund kësaj komedie. Sepse para ligjit, qofse I hajdut, nuk të mbron fakti je burr apo je grua. Dhe kjo është si replik për një nga diellat që ka sjell Edi Rama në këtë parlament. Dhe me që u përmend 20 janari, ja ku e keni komandantin e grupit të zjarrit, deputet të rilindjes. Le të çohet të na tregoj kush urdhëroi të qellohej me plumb në 20 janar. E ke në grupin tënd Erion Braçe, fol, ki guximin. Kush e zgjodhi deputet? Kush e zgjodhi deputet? Ço, dil aty. Dil aty. Dilin të dy aty. Me përveshje dhe Ervin Hoxhën, me përveshje dhe atë Albana Hoxhiun, dil aty fol. Dil aty. Dile mos fol nga vendi, dil aty. Hajde dalim bashkë aty. Hajde aty me mua, hajde. Merr Ervin Hoxhën, hajde aty, edhe hajde ballafaqojmë aty. Dil aty, edhe hajde na jep serime. Zoti Agron Malaj. Merë fjalën e ke fjalën. Për replik. Jo, e ka zoti Malaj për replik. Zoti Malaj për replik. Shumë faleminderit deputetit Blushi, që pas 3 muajsh ma dha drejtën të flas, kur unë kam folë dhe herë tjera për ngjarjen e 20 janarit, një ngjarje që është pikërisht për turpin tuaj, partisë tuaj, por dhe të veprimeve të mos veprimeve tuaja. Josefin, mos fol se është turp për ty të përmersh gardistët, po lema ledhës, nuk më tregoti mu. Dhe e para, ka 15 vjetë që pikërisht ky grup parlamentar flet për mu, për familjen time, për 20 janarin, për grupin e zjarrit dhe kush këta, që është e turpshme, që grupi zjarrit në Gardën e Republikës as nuk ka ekzistuar ndonjëherë, as nuk është në asnjë lloj strukture dhe organigrame. Por shpikja që bët ju për deviju gjithat ngjarje, atë situatë të turpshme dhe pikërisht ndaj meje, ndaj efektive të Gazës Republikës, ndaj Gazës Republikës atyre djemve, burrave dhe grave që I baltosët me pa drejt. Dhe e turpshme edhe për atë që sot del tu dhe folur policinë e shtetit. Vërtet, unë do të them gjithë kolegëve, po dhe gjithë mbare opinionit publik, në të vërtet nuk ka ekzistu kur një grup zjarri. Dhe ata që e bëni 20 janarin, I janë përgjegjës kryesor janë pikërisht këta këtu. Këta këtu, që me veprimet dhe mos veprimet e tyre kriju një situatë tillë.
kryen situatë të tillë që është turpi më i madh për këta. Dhe që këta, jo është gatëra zgjoj Suf, jo. Nuk gatëra zgjoj Suf, jo. Se ka 15 vjetë që flitet në media, emisione dhe ku do për Istianarin. Thjet për Agron Malajn, për Istianarin që Agron Malaj nuk ka pas as Agron Malaj, as efektive që ka pas Agron Malaj Marci, nuk ka pas lidhje me Istianarin. Do t'jap një ndryshim shumë madh. Në një kur unë pyetesha para prokurorisë, kishim një ndryshim madh midis me atëherë dhe ju sot. Ku unë kam deklaruar dhe kam deponu që në qoftë se një efektivim nën komandën time ka gisht në ngjarjen e Istianarit, unë jam përgjegjës bashkë me to. E kam të shkruar. Po ju jeni përgjegjës për ngjarjen e Istianarit ku e prorët e mi dhe mbi meje, se ju kështu e keni, për të anashkalu këtë ngjarje, për të fsheh autorët e vërtet, u morët me ca oficer thjesht gardës. Unë kam qenë komandi seksionit 4, nuk kam qenë as komand i forës speciale, nuk kam qenë as komand garde, as shef shtabi, e me radhë. Kam qenë një komandant i një strukture ku unë kam marrë përgjegjësi për strukturën time. E kam marrë dhe e kam të shkruar të zezën të bardhë, ku asnjë nga efektivët e mi nuk ka pas gisht dhe ngjarje në Istianar. Dhe më e keqja është që e baltosat gardën me atë paturpsin tuaj dhe sot vazhdoni prapë. Dhe Josefin, unë jam gardist dhe kam bërnder tim gardist. Unë kam qenë gardist, jam betu t'i shërbea dheu, si që kam qenë gardist, kam qenë dhe oficeri i forcave të armatosura, kam qenë edhe në disa institucione tjera, e kam kry punën time me shumë dëshmëri dhe përkushtim, duke kry këtë punën time me kaq dëshmëri dhe përkushtim, jam dhe sot tu në parlament, ku 15.000 shuplaka në Qarkun Dibër, erdhen kundër jush, ku pas 35 viteve Qarkun Dibër e kthym në rrugën e drejtë. Atë vjedhën e votave të regoja këti këtu, bashkë me kësaj që është turpi Matit dhe ati që është turpi Dibrës, që gjithë jetën janë marë me familjar, me shpifje, me maskarada, me loj pisliqesh, si e si, shpif, diçka ngelet. Pa ne du them që lejnë Istianarin drejtësis, të bëj punë e saj drejtësia, dhe ta shikojmë se si do tjetë e vërteta Istianarin. Faleminderit. Zonja Topalli për replikë. A do procedurë mu do më Zonja Topalli, do ta merrni fjalën për replikë? Po ju pyes, do ta merrni apo jo? Zonja Topalli? Po jepja me ati diskutojmë gjithë në... Nuk ju përmendi emrin, nuk ju ka përmendur. Nuk ju ka përmendur zoti Berisha. Zoti Ervin Hoxha për replik, më pas zoti Berisha për replik. Më pas zoti Berisha. Zoti Ervin Hoxha ishte përpara. Faleminderit kryetar. Ishte para. Tani dy gjëra po t'i them zoti Blushi, sepse ti e kruajt e veshin me një ish ministër të brendshëm që ka pak më shumë informacion për shkak detyrës që ka pasur. Tani ti dhe Partia e Rimit nuk më bën mu do të pis, as me të gjallë, as me të vdekur. Unë jam i votuar në njësi numër 1 me 20.000 vota dhe e kam për krenari që përfaqësoj Partinë Socialiste, se vetëm kjo parti e çon Shqipërinë në Bashkimin Evropian, dhe e treta dhe e fundit që është dhe më e bukura, tani ora është 11:35. Tregoj pak parlamentit shqiptar qa të shkruan ish kryetari partisë tënde dhe ti shkon dhe kap gazetarat, po s'kam qa të bëj, më shkruan ai dhe unë duhet flasë në parlament, duhet shaj dikë. Faleminderit. Zoti Berisha replik. Tani. Mos ja jap. Po qa? Zoti Berisha replik, vazhdoni. Të dashura nëna, motra, vajza, zonja që ndiqni këtë seancë.
njerëzisht dhe me përgulljen më të madhe para jush, çfarë do bindje politike që keni, ju shtroj një pyetje sot. A turpron gjë më shumë një grua, një zyrtare se sa vjedhja e parave të qytetarëve? A kanë të drejtë këto avokate, a përfaqësojnë ju këto që mbrojnë vjedhjen e Lubi Ballukut dhe Tedi Ramës? Kaq, kurse për sa i përket atij zotërisë që foli këtu, Agron, ti fole dhe unë i kam shprehur mendimet e mia për 21 janarin e mund t'i shpreh përsëri. Ai ishte një puç i organizuar për përmbysje pushteti dhe jam shprehur dhe shprehem se Garda ka zbatuar ligjin. Po ti, Agron, do mbetesh në historinë e matit hajduti më i madh i 5 shekujve të fundit në atë rreth. Ti me te, a e pe unazën, Agron? Shko e shif unazën që i bëre, monumentin e fundit që i le rrethit tanë të shemur. Shko shif i rrugë që janë bërë në matë që i nërtove ti, sepse vidhje parat. Shko shif vilat, hotelet e tjerë. Shko shif bashkëpunimin që kishe me Erion Velin. Agron, është gabim të t'akuzojnë ty për gjë tjetër, përveç se hajduti më i madh i historisë matit që nga kohë e Skënderbeut gjerë sot. Fjalën e ka zonja Zëgjinet Çaushin, pas zoti Tomora Lizoti për procedurë. Për procedurë. Ndeskë, po. Kemi 2 orë që dëgjojmë këtu një ish kryeministër që jetën e tij politike e ka nisur dhe e ka përfunduar vetëm me dhunë. Boll me teatr, ky parlament duhet futet në shina dhe duhet fillojmë me rendin e ditës. Fatkeqësia më e madhe e këtij kombit është prezenca jote këtu, Sali Berisha. Po si nuk e turp dhe sedër që vjen këtu në këtë parlament dhe gënjen, si nuk e turp. Si nuk e turp kur përfshin të mitur në vijën e parë me pllaka guri në dorë. Si nuk e turp kur paguan adoleshentët për të ardhur në protestë. Si vjen këtu dhe gënjen dhe thua ajo ishte protestë paqësore. Por ti, doktor, je mësuar me gënjeshtrat, sepse ti mohove të afërmit e tu pasi vdiqën 26 persona në Gërdec. Ti ishe ai që i mohove. Sa më shumë që i sulmon shqiptarët, aq më shumë të njohin ata dhe aq më shumë do të groposin. Shumë shpejt janë në kilometrin e fundit zgjedhjet vendore që të tregojnë rezultatin si asnjëherë tjetër. Dhe sa pra të këndezin që ju dhimbset, 2% e asaj dhimbjes tu dhimbsësh ai kamionisti atje në Korçë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Elizoti. Nuk ka replik mi replik, zoti Elizoti. Zoti Elizoti, procedurë. E ka fjalën zoti Elizoti. I kam dhënë fjalën për procedurë zotit Elizoti. Nuk merret kështu fjala si shtoni ju. Fjalën e jep kryetari i kuvendit, nuk e merr forca. Shumë faleminderit për konsulencën, nuk merret parasysh. Fjalën e ka zoti Elizoti.
Zoti Xhelal Mziu, për procedurë. Zonja Denisa Vata. Zonja Josefina Topalli, procedurë. Merë fjalën për procedurë. Merë nga vendi fjalën për procedurë. Ju vete inkurajoni të ngrihet në foltore dhe pastaj ku nuk flisni dot, nuk e kam fajin unë. Po ç'a të bëj? Si thua ti? Si thua ta hapim foltoren, ta marr gjithkush me vullnetin e vet. Zoti Luan Baçi. Për procedurë. Për procedurë, merreni fjalën. Jepe fjalën tek foltorja te doktori. Për këtë e kërkua ty fjalën për procedurë. Faleminderit, nuk merret parasysh. Zoti Balla, keni kërkuar fjalën? Po natyrisht, kryetare, kam kërkuar fjalën sepse u bën 2 orë nga fillimi i kësaj seance. Kjo seancë nuk mund të vazhdoj më kështu. Ende besoj e shpresoj që ishte një lapsus nga ana e Partisë Demokratike mos pjesëmarrja në votimin për hartimin e deklaratës. Besoj që do të reflektojnë në minutat në vijim. Partia Demokratike në këto 35 vite ka merit në momente historike të rrugës europiane të Shqipërisë, por dhe gjatë pavarësimit Kosovës. Këtë nuk mund ta mohoj askush. Është fatkeqësi që sot Partia Demokratike gjendet në këtë situatë dhe nuk di të ndaj interesin kombëtar nga ai personal. E megjithatë, në zbatim të rregullores, zoti kryetari i kuvendit kërkoi 5 minuta pushim për të reflektuar. Nëse nuk reflektohet, do të kalojmë në votim. Mirë, me kërkesën e kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 5 minuta pushim. Ju lutem, mbas pushimit të rifillojmë seancën sipas renditës. Çdo deputet do ta ketë mundësinë të regjistrojë emrin, të flasë dhe të mbajë jo 2 minuta, po 10 minuta. Pushim 5 minuta.